të bën të jesh shumë e kujdesshme, është e vërtet. Ne kemi fatin në Shqipëri që të mos trajtohemi, unë e konsideroj patjetër fat, që të mos trajtohemi sikur se trajtohen shumë figura publike në shumë vende të ndryshme të Europës apo edhe më tej. Pra ka gjithmonë një lloj kurioziteti, por jo deri në pikën ku ti cënohesh në të gjithë përditshmërinë, siç mund të cënohen figurat publike në vende të tjera ku televizioni edhe showbizi është edhe më shumë i vlerësuar, edhe është një industri shumë më e madhe. Gjithatë, është e vërtetë që më duhet që të kujdesem për ambientet që do të frekuentoj, pra nëse duhet të kaloj kohë me njerëz shumë të afërt, apo nëse jam duke njohur një mashkull, nuk mund të ekspozohem kudo. Ka ndodhur që jam hasur me lajme të pavërteta, ku jo vetëm është përdorur emri im, po edhe i personave të tjerë, të cilët ndoshta nuk janë pjesë fare e kësaj industrie. Megjithatë e kam mirë kuptuar, unë e di shumë mirë se në çfarë industrie punoj dhe e di shumë mirë anët pozitive, po edhe ato gjërat e tjera që vijnë me to, kështu që drejtë nuk jam ai personazh që nervozohem shumë për lajmet edhe kundrejt portaleve. Arrita kuptoj se si është lufta e portaleve sot, se si përfitojnë portalet në aspektin financiar nga lajmet dhe nuk më shqetëson, kjo gjë nuk e marr personale, jo. Do të thoja Arbana Osmani. Nuk e di pse, kam parë së fundmi Big Brother Kosova edhe Alaudin Hamiti, mendoj që ndoshta ai format nuk i përshtatet. E kam parë në një format tjetër para disa vitesh edhe e kam shijuar atë emision, por nuk e di pse nuk e pash shumë në formatin e Big Brotherit. Nuk e di, të them drejtën, edhe nuk e se e vras shumë ta mendoj. Ajo që di është nuk ma shfaqin hapur, kështu që... Po, kanë ndryshuar, në fillim kanë ndryshuar, shumë pak kanë besuar. Dhe jo, jam single. Besoj që asnjë vajze nuk i mungojnë kërkesat, megjithatë, unë kam disa kriteret mia, të cilat nuk i negocioj dhe deri në momentin që universi do më sjell atë partner me ato kritere, sigurisht bazike, nuk është se e kam pikturuar partnerin tim të ardhshëm, por kur të njoh vërtet një njeri me vlerat që unë realisht vlerësoj, atëherë padyshim që jam e hapur për dashurinë. Jo, nuk jam xheloze në një marrëdhënie, por jam person që mundohem të lë hapësirë edhe sigurisht të marr hapësirën time, nuk më pëlqejnë marrëdhënie që kanë një lidhje ankthioze mes tyre. Mendoj që dy persona duhet të jenë si fillim shumë të lumtur në jetët e tyre personale, në hapësirën e tyre, për të ndarë më pas edhe një hapësirë dyshe për njëri tjetrin. Në një moment siklet që mund ke qenë ndoshta fakti kur një ndër të ftuarit ma anulloi le të themi prezencën e tij shumë vonë, ndoshta 20 minuta para fillimit të emisionit, emisionet e mia janë live, kështu që është shumë e vështirë që të gjesh në orën 10 të natës një të ftuar për 20 minuta, dhe kjo ka qenë një moment pak ankthios.
Ndoshta deri diku MC Kresha, mund të them, Ledri Vula, ose Capital T. Po, kjo është një treshe që është ikon, le të themi, sex symbol në fushën e futbollit prej shumë vitesh, Lorik Cana, dhe mendoj që mbetet një mashkull i Joshës. Të them drejtën, nuk ndoshta buzëqeshje. Po, flirtojnë, patjetër. Flirtojnë edhe shumë, madje. Janë flirte shumë të vogla edhe të pranueshme. Është e kuptueshme sepse jemi në një terren ku 99% e protagonistëve janë meshkuj, kështu që kur ti je vetmja vajzë apo jeni vetëm dy vajzë në një konferencë për shtyp, sigurisht që vëmendja natyrshëm shkon tek ne. Dhe ka flirte, po flirte që nuk kalojnë asnjëherë masën, të them të drejtën. Mund të kenë ndodhur shumë rrallë që të kem parë që kanë një tendencë të shëmtuar për ta tejkaluar masën.